Qyteti im, shtëpia ime, dialog midis nesh, qytetar, biznesmen, bashki. Vizioni ynë për ta parë Fierin nga kuota të larta qytetërimi, Fieri, qendër urbane me prosperitet ekonomik, hapësira turistike, vlera intelektuale. Aktorët të gjitha vendeve dhe këtë vit u ballafaquan në festivalin ndërkombëtar të aktrimit Apollon 2009. Edicioni i 8 i këtij aktiviteti nisi më datën 27 prill dhe do të vijojë deri në datën 2 maj, ku do të jetë edhe nata finale. Në këtë festival marrin pjesë jo vetëm trupat teatrore shqipfolce, por edhe trupa teatrore të Mantovas së Italisë, trupa rumune dhe ajo maqedonase. Kjo ka qenë pikërisht edhe risia e këtij festivali të sivjetshëm, i cili ka nisur prej disa ditësh konkurimin e vet të 10 aktorëve. Festivali Apollon 2009 ka krijuar tashmë një traditë dhe një profil si një kurorëzim i prurjeve bashkëkohore në artin e interpretimit, të fiksuara këto tek aktrimi shqiptar dhe tek vlerat e tyre. Deri tani në skenën e teatrit Bylis janë gjetur trupa teatrore e Fierit me pjesën Si Ruar Qethur, teatri kombëtar me Filomena Marturano, teatri Mantovas me Virgjili dhe Dashuria, ndërsa mbrëmjen e sotme u ngjit teatri kombëtar i Prishtinës me Daisyland. Ora, po vajton hundjen tuaj. Vërda, po festoj fitoria jonë. Ne do të fitojmë. Do të fitojmë. Ne se zbëm, do të marra të ketë të Kur martojnë dy vetë, kur do herë papai ishte ai që shoqëron nusën ata. Mirë po, ne këtu nuk keni prindër, keni fëmijë. Dy prej jush të shoqërojnë nusën dhe tjetëri i rëndë. Shumë mirë nënën, po e shoqërojnë e të dy. Unë nënë e kam arruar, 6-5 në kërësi. Rozali, mos e valë mëra, 6 pikë, 20, në dhe atje. Shkajnë. Spingo avanti con fatica e questa che penosamente mi tiro dietro s'è sgravata poco fa dentro il folto dei noccioli e 2 agnelli, delusa speranza del mio me. Fieri gjithmonë ka pritur jashtëzakonisht mirë, është një publik i mrekullueshëm. Ndjehet që është një publik shumë teatërdashës. Jemi shumë të kënaqur, se tani shfaqja ka përgjegjësitë e veta, të kuptohemi. E kemi ndjerë veten jashtëzakonisht mirë. Si jeni ndjerë në rolin e Filomenës? Roli është një gjë që çdo shfaqje që e luan vazhdimisht nxjerr vlera të tjera, kërkon gjëra të reja, kështu që është njëra nga shfaqjet. Që ka një sallë shumë të madhe. 3 herë që unë ka rastisur t'jap shfaqje, salla ka qenë plot, jam shumë e lumtur për këtë gjë dhe në të vërtetë na kam pritur shumë të mirë. Na kam pritur vërtet shumë mirë. Për mua padyshim që konkurimi ka vlerat e veta sepse është një kompeticion, është një garë dhe ku artisti të themi do të shohë se në çfarë parametrash profesional lëviz në raport me trupat e tjera të shfaqjeve. Megjithatë jo për të qenë modest, për mua dhe për kolektivin kryes të spektaklit Filomena Marturano, më e rëndësishme se sa konkurrimi është pritja që i bëri publiku dhe për mua kjo është themi çmimi më i mirë. Dhe fakti që gjatë ditë shfaqjes publiku e priti me tonë entuziaste, mua më duket se edhe në Fier, ashtu si me 10 shfaqje që janë dhënë
teatrin kombëtar. Edhe kjo shfaqje, si më thënë, krijoi atë kontakt të domosdoshëm që duhet krijohet mes spektatorit dhe skenës. Mua më duket se kjo është e rëndësishme, sepse një shfaqje teatrore nuk është qëllimi vetë për të kënaqur, të themi estetikisht, egon profesionale në sensin më të mirë të fjalës të regjisorit, të aktorit apo të elementëve të tjetër përbërës, po mbi të gjitha një shfaqje arrin misionin e vet, të themi emocional, kur ajo mbrin sa dhe krijon kontakte emocionale. Dhe kam kënaqësinë s'pari të them që jemi këtu, kemi ardhur dhe po e gjej mikpritjen e fierit ashtu siç edhe kemi ndëgjuar, është kënaqësi e veçantë si për teatrin kombëtar të Prishtinës, për aktorët, me që është festival i aktorit, gjithashtu dhe për mua si regjisor i ri dhe aq më shumë që është hera e parë që unë dal jashtë kufive të Kosovës me një festival. Ka qenë ftesë e organizatorëve të festivalit, ka qenë dëshira juaj për të bërë pjesë e këtij garimi tashmë ndërkombëtar? Më vjen mirë që mora vesh që këtë vit është festivali ndërkombëtar. Në momentin që mora vesh nga drejtori artistik i teatrit Prishtinës për ftesën që kishte bërë festivali, më erdhi shumë mirë dhe pranova me një kënaqësi këtë ftesë dhe më vjen mirë që jemi këtu sot. Unë kam fatin edhe nderin që jam pjesëmarrës në festivalin e aktrimit që zhvillohet në qytetin Ardashës të Fierit. Njëkohësisht jam pjesëtar i kësaj armate të aktorëve shqiptar të teatrit Shqip Folës dhe ndjem i barabartë mes të barabartëve. Është një shkollë disa dekada, produktet së cilës janë dhe Fieri, Vlora, Tirana, Shkodra, Korça, Elbasani, kështu me radhë. Unë jam partizan i mendimit që të tilla festivale që kanë karakter të konkurimit duhet vazhdojnë dhe për këtë unë kam fjalët më të mira për organizatorët e festivalit dhe kryesisht për drejtuesit lokal, duke përfshirë në radhë parë kryetarin Zeqaj. Dhe them që kjo eksperiencë deri tanishme le të shërbejë si një pedan për të gjithë lëvizjen teatrore skenike në Shqipëri. Unë kam parë disa festivale rresht dhe them që mundi puna e të gjithë aktorëve shqiptar manifestohet në këto shfaqje që dëshiroj që jo vetëm publiku fierak, po publiku i mbar Shqipërisë t'i shijojë dhe të plotësohet bashkëllok të nevojshëm. Tani ky festival është progres dhe është pranvera e artit në kuptimin e fjalës e zhvillimit në tërësitë të qytetit të Fierit. Po mos kisha parë Italinë dje, domethënë grupin e Madovës dje, do thosha me dyshim që festivali ndërkombëtar më sa i tepër. Por duke parë alternativën që u dha mbrana, një shfaqje, një spektakël i shkëlqyer me gjithë komponentët me të cilët ne sot po ballafaqoheshim dhe në diskutime, them që shtrirja në festivalit në hapësirat ndërkombëtare është shumë i vlefshëm, mjaft cilësor dhe shumë efektiv. Për faktin sepse aktorët, artistët, drejtuesit ballafaqohen me vlera të papara, me vlera që vejnë në mendime njëri tjetrin për ta quajtur artin përpara në frymën bashkëkohore. Në fakt ishte një performancë ndryshe, e tha dhe pak më parë ajo e shfaqjes Mantovës mbrëmë, apo jo. Ka diçka për të vjedhur në thonjza, le të themi, nga kjo? Unë kam parë edhe shfaqje të tjera dhe në Itali dhe në vende të tjera dhe teatrin ata e konceptojnë shumë shfaqje. Ka dhe teatr, domethënë tradicional në tematikë dhe në regji, por ka dhe teatr spektakël siç ishte ai Imrami, por ka dhe teatr me këngë të tjera të gërshetura që këtu mund të mësojnë shumë, jo vetëm regjisorët, ata autorët e teksteve, por sidomos aktorët, që aktori duhet të jetë i përgatitur, jo vetëm për këngë, për valle, me zërin e tij të mrekullueshëm, me interpretimin, pra duhet të jetë kompleks. Dhe unë mendoj që shkolla shqiptare duhet të mësoj nga këto përvoja që pam dhe sot mram me fjalë, po edhe nga këto që do shikojmë, edhe ato që shikojnë edhe mes mediave.
Atëherë jemi tashmë në festivalin ndërkombëtar të aktrimit që zhvillohet në qytetin e Fierit për fatin e mirë toni. Si e keni parë zhvillimin e këtij festivali? Ndoshta është në vijim të ruajtjes së traditës? Ja. Festivali Firica vjen dhe ka një zhvillim pozitiv në drejtim të përzgjedhjes trupave, në drejtime të marrjes jo vetëm nga brenda por edhe nga jashtë shtetit, sepse këto janë eksperjenca shumë të bukura. Siç ishte shfaqja brenda italianëve që ishte trajtuar në një mënyrë krejt tjetër se mund ta trajtonim ne. Po kështu po flas dhe për Tiranën dhe për shfaqjen e Fierit. Gjitha domethënë është cilësor për mendimin tim dhe është gjë e bukur sepse dihet se është 19 herë që shkëmbejnë eksperjenca, takojnë shok, takojnë kolegë, që shkëmbejnë mendime. Dhe unë mendoj se është në rrugën e duhur. Në fakt, dhe të tjerë kanë përmendur shfaqjen e mbrëmshme si një spunto, le të themi, dhe për krijuesit e rinj. Kishte performancë të tillë që ne mund të marrim diçka? Jo, tash edhe neve kemi bërë spektakle, dim të për shembull ato shkolla e aktrimit në Tiranë, Akademia Arteve, edhe nuk është në një gjë domethënë e paparë që kjo gjë, ata ashtu e kishin bërë zgjidhjen. Ne për shembull atë pjesë mund ta bënim një zgjidhje tjetër, një tjetër ekzemplar. Ata kishin bërë atë zgjidhje dhe mua më pëlqeu ajo zgjidhje, ishte gjë e bukur. Ekskluzivitetin e këtij festivali tashmë ndërkombëtar e ka patur pikërisht qyteti i Fierit. Ky qytet që tregon se gjithmonë ka ditur të mbajë gjallë një traditë shumë shekullore. Këto ditë duket se në këtë qytet mëngjesi bie më ëmbël dhe mbrëmjet zbresin ndryshe. Pasi zhurmësisë së qytetit, këto ditë janë shtuar edhe lëvizjet e artistëve, njerëzve që kanë bërë epokë, ndërsa për nder të tyre, për ditë ka patur aktivitete të ndryshme dhe janë pikërisht të rinjtë e qytetit, ata që nderojnë dhe lartësojnë këto figura që e meritojnë. Drita Pelingu, Tinka Kurti, Bujara Sqeriu, Fadil Kujovska, Hajri Rondo e shumë emra të tjerë të njohur që madhështisht janë pritur nga xhiri i artdarzëve fierak. See
Këta të fundit e kanë ditur se ç'vlerë ka përqasja dhe qëndrimi pranë atyre që bëjnë art, pranë atyre që e lindin artin dhe që në gjakun e tyre flasin vetëm me gjuhën e artit. Të gjithë ne kujtojmë me nostalgji jo vetëm pjesët teatrore të larmishme, ashtu sikurse parapëlqen ky garim vlerash në Festivalin Apollon 2009, por edhe të filmave shqiptar, të cilat kanë treguar se ne kemi aktorë që me përsosmërinë e tyre aktoriale ngrenë në piedestal atë çka identifikon një kombë, kulturën dhe artin. Ana, mos u shpënde, ç'bën kështu? Todi, lutem. Më ço deri në qytet se kam një punë shumë urgjente. Ç'të kanë gjallë? Ta tregoj rrugës. Ç'pate Lilo? Këtu ka ujë. Në micik me duar sa u dogja. Duro, dal ta shupa këmbë. Jo! Po të kullon gjak akoma. Nuk shtrëngon që ky rype pallolona, duhet hyrë në mish. Kjo nuk është rastësi, kjo është domethënie, është vlerë, është mrekulli. Secili veç e veç e të gjithë së bashku, ata kanë rendur për vite e vite me radhë, duke thyer kështu barriera dhe duke arritur kulme. Është që e vështirë të flasësh për këtë. Kinematografia sa vjen edhe ka cilësi, ka përtrajton gjëra që janë konkrete
dhe të pa censuruara, siç ishte më përpara, që kishte vetëm një linjë që do t'i bënje, kur thonë asaj, jevon vetëm sistemit. Artistat tanë kanë qenë të mrekullueshëm. Kanë qenë të mrekullueshëm atë kohë, kanë bërë filma shumë të bukur dhe regjizorë të mrekullueshëm që kanë ardhur me eksperiencë nga jashtë këtu. Televizioni Apollon ka qenë në ndjekje të gjitha zhvillimeve të kësaj maratoni këtë javë, e cila po kthehet tashmë në një traditë të përvitshme. Shfaqjet teatrore vjen tani mbas viteve 90 janë një atmosferë krejt tjetër nga ajo që ka qenë përpara viteve 90. Megjithatë unë do thoshe një gjë që vjen në raport me vitet e shkuara pa u futur në tone që mund të quhen nostalgjik edhe për interpretime politike, sepse nuk do të më pëlqente, por unë e gjykoj thjesht si një specialist i kësaj fushë, do thoshe që numri i shfaqjeve është goxha i pakët në raport me shfaqjet që bëheshin pak më përpara, disa vite më përpara. Keni parasysh që në ambientin teatror shqiptar ka qenë një atmosferë e tillë që kanë qenë gati 10 trupa profesioniste. Çdo trup profesioniste vjen me 4-5 premiera. Domethënë dhe në 5 premiera nuk them se të gjitha ishin të shkëlqyera, por megjithatë mes tyre gjeje shfaqje të mira. Kam parasysh ndër të tjera edhe teatrin profesionist të Fierit, i cili ka pasur një filmtari të shkëlqyer, i cili ishte lidhur me emra regjisorësh, dramaturgësh, aktorësh etj. Dhe ju vetë mund ta bëni krahasimin me spektaklet dhe me premierat që vë teatri i Fierit sot dhe me spektaklet që ka vënë më përpara. Të kuptohemi, nuk kam ndonjë paragjykim në fushën e realizimit, po flas në atë që quhet produksion teatror, i cili nga pikpamja institucionale është i tillë që duhet të funksionojë në mënyrë të rregullt, që do thotë një teatr ka për detyrë që në një sezon teatror duhet të vëri, të themi, 4 premiera. Këto 4 premiera duhet i vëri me sezon. Pastaj do të shohim cilat janë raportet e dramaturgjisë shqiptare me dramaturgjinë e huaj. Nisën nga veçanësitë e trupës, për shembull, trupa e Fierit ka aktorë të mrekullueshëm të humorit, mbase ai megjithëse e ka elaboruar të gjitha gjinit, po për momentin aktual mbase mund të shkojë të themi komedia. Çfarë autorësh tuaj mund të vëmë, çfarë probleme ka regjizura etj. Domethënë, në qoftë se ka produksion teatror, pra në qoftë se vjen shumë pjesë, atëre ma merr mendja edhe juve e keni më të lehtë për të diskutuar se në çfarë është niveli është teatri i Fierit dhe në përgjithësi teatri kombëtar. Unë mendoj që megjithatë e rëndësishme është që krijuesit në raport me vitet e shkuara, në qoftë se i kanë kapacitetet intelektuale, qoftë në fushën e interpretimit regjizorial, qoftë në skenografik dhe aktorial, mund të vënë çfarëdo lloj drame, në qoftë se të themi i kanë këllqet, i kanë forcat për të realizuar shfaqje me nivel dhe të gjithë dramaturgëve. Por ashtu sikurse sukseset, aktrimi ka patur problemet e veta, duke nisur pikë së pari që nga klima dhe vëmendja që i është kushtuar atij. Aq sa kritikët, regjisorët, njerëzit e artit shpeshherë shprehen të rezervuar për sa i përket edhe financimit për të bërë art. Si e keni parë ndryshimin e kinematografisë ndër vite në Shqipëri? Tani për kinematografi në Shqipëri më vjen keq se është në dëshpërim në kuptimin e fjalës. Mund të prodhohen filma, por nuk jepen se nuk blihen filmat. Veç asaj mungojnë kinomat. Dhe njerëzit janë dhënë më shumë mas televizionit. Mua më vjen keq se është kjo krizë, por kam shpresë me këtë prodhimtari që bëjnë, me këta regjisorë shkëlqyer që kemi ne, që po çajnë në festivalet ndërkombëtare, do të vit dita që edhe kinomaja do të arrihet në stadin e teatrit. Dhe unë mendoj që është shumë, domethënë, dëshpëruese që kinomaja nuk është në nivelin teatror. Aq ne kemi dhe aktorë shumë të njohur apo jo, dhe të talentuar. Aktorët i kemi dhe janë siç janë makinat në tako ose siç janë oficinat që kanë heshtur, kështu kanë heshtur dhe pothuajse një pjesë e aktorëve të kinematografisë. Ne i kemi të shkëlqyer. Ne pa mbujra Siriun dhe e krahasova dje, thash, ti sa herë që vjen Fier shkëlqen. Po ku isha i bujari simpatik i filmat të jashtëzakonshëm që ka dhënë e jep? Edhe ku është bujari që ka arritur tani për bje fjala mora bujarin që ka arritur një paraqitje të shkëlqyer në teatrin bashkëkohor. Mendoni se nuk u krijohet klimë e përshtatshme aktorëve në kinematografi dhe zgjedhin teatrin si rrugë më të shkurtër apo është mundësia e vetme? Tani filmat kushtojnë shumë shtrenjtë, sot janë shumë shtrenjtë në krahasim dhe nuk është organizuar, mendoj unë. Dhe tjetra është që nuk qarkullon filmi për të sjellë të ardhura. Duhet ngritur kinemat moderne
duhet bërë problem që kjo shoqëri, ky mjedis ka nevojë dhe për kinema. Dhe masi të ngrihet, si thonë, infrastruktura në gjuhën moderne, duhet luftuar që edhe të qarkulloj filmi. Të qarkulloj filmi që të arrihet me fjalë niveli që kërkojmë ne sot. Mund të themi se tashti është e vështirë të bësh, sepse tash duhen shumë para që të bësh një film. Tash edhe filmat që bëjmë ne bëhen me bashkëpunim me jashtë, o me Francën, o me Gjermaninë, me shtetet të huaja, se ndryshe ne nuk i përballojmë dot. Kështu që prandaj bëhen dhe më pak filma, por që janë cilësor dhe që kanë pushtuar dhe Evropën, që kanë vajtur për festivale. Kanë fituar dhe çmime. Pra, mendoni se është mungesa financiare ajo që i ka shtytur shumë aktor të njohur shqiptar që të rendin drejt të teatrit? Tash që varet, se duke mos u bërë shumë filma, edhe aktori s'ka shumë vend, por nuk është e thënë. Aktori e gjen veten mirë në teatr, shumë më mirë, është bukur të ishte në film, por në teatr ke të tjera emocione, ke të tjera ndjesi, fiton duart trokit e fiton shumë tjera. Filmi është një gjë që mbetet sigurisht edhe teatri, po kjo nuk është e thënë. Nga teatri kanë vajtur, kanë bërë gjithë ato filma shqiptar. Që kemi parë ne, ata kanë qenë dhe aktor teatrit dhe të kinematografisë. Po tash është çik më ndryshe, përzgjidhen çik më tepër se. Thotë regjizori tashmë i njohur Albert Minga që mungon jo cilësia është në ato stade, por mungon prodhimtaria, le të themi. Nuk ka premiera, madje më tha dhe diçka duhet jetë të paktën një teatr të shfaq 4 premiera. Si e shikoni këtë? Kjo varet se në Tiranë ka mundësi të bëjnë 4 premiera, ndërsa këtu nuk ka mundësi, jo pse s'kemi forca, po sepse duhen para. Duhen shpenzime, dhe shpenzimet janë mikisen e në tjerë nuk duhet të qajmi, sepse bashkia është përgjigje për çfarë do lloj premiere dhe koncertesh dhe gjëra që ka bërë Fieri. Unë po flas në përgjithësi, shumë që në përrejt e tjera, po Fieri nuk e ka problem. Aja i thotë, vetëm punoni se unë jam gati t'ju ndihmoj. Po është problemi që në lidhje me këtë që thotë regjisor Minga, është edhe puna e pjesëve. Duhet të punojnë më tepër, kemi plot që shkruajnë dramaturgë, po është puna që duhet të vënë dhe atyre një çmim një çik më i lartë që të stimulohen. Edhe kështu që ne kemi ngelur nga dramën shqipe, kemi ngelur një çik pa. Edhe duhet që të stimulohen ata që të bëhen domethënë drama shqipe që të ketë më tepër. Se ne gjithmonë vëmë një herë vëmë një komedi shqipe për shembull, se kanë mbetur pak autor, edhe pastaj vëmë nga pjesë të huaja. Kërkohet më shumë punë nga gjitha strukturat, duke përfshirë dhe vetë krijuesit, që të plotësojnë kërkesat e publikut shqiptar. Unë mbaj përgjegjësi dhe ndjehem borxhli ndaj këtij publiku. Besoj edhe kolegët e mia kanë të njëjtin mendim. Me punë arrihet çdo gjë, dhe unë shpesh herë them teatri nuk ka nevojë për shumë mjete, për shumë çka, nuk kërkon shumë çka, kërkon perdet e zeza, kutinë e zezë dhe aktorin në skenë. Dhe me pak gjë dhe me shumë vullnet, dëshirë, dashuri për këtë profesion dhe energji mund të arrihet një nivel i lartë i shfaqjeve teatrore. Mua më gëzon fakti që një bashkëpunim mes këtyre teatrove që ka filluar qysh në vitet e diku 80-ta, e që një kohë fatkeqësisht është ndërprer për shkak të kushteve dhe rrethanave në cilat kemi qenë ne atje në Kosovë, po edhe këtu në Shqipëri. Më vjen mirë që ky bashkëpunim ka filluar që të kthehet, dhe kjo është një gjë e mirë. Ne nuk kemi pasur rastin që të shohim, të ndjekim shumë shfaqje nga teatri i Shqipërisë, por natyrisht që kemi parë shfaqja e fundit që ishte në Prishtinë, ishte Allegretto Albania nga teatri i Tiranës kombëtar, dhe na erdhi mirë që pam një shfaqje të tillë të mirë. Dhe më në fund besoj se e kemi kuptuar rëndësinë e festivaleve dhe shkëmbimit të vlerave ndërmjet këtyre dy, s'po them shteteve, po qyteteve, Prishtinës, Tiranës janë këtë rast edhe Fierit. Dhe ka aktor shqiptar të cilët agoni veçon? Shqiptar? Nuk dua që ty him në hak që thonë atje tek ne
ndonjërit, po unë kam shumë aktorë të cilët i kam pas rastin t'i shoh në për shfaqjet, në për filmat që janë shfaqur kohët e fundit, dhe nuk do ta përmendja me emër, po ndonjërin prej tyre, po mendoj që kemi mjaft aktorë të mirë si Këndej, si edhe Andej Kufiri. Ikonat e kinematografisë shqiptare mbajnë mbi supe vite të tëra jetë, ashtu sikurse mbajnë vite të tëra aktrim dhe vazhdojnë të përçojnë atë hijeshi edhe në qëndrimin e tyre, ashtu pak të heshtura dhe me vitet e moshës që u rëndojnë mbi supe. Kushdo do ta kishte përnder që t'i kishte pranë, e t'i jepej mundësia të dëgjonin fraza narrative nga krijimtaria e tyre 10 vjeçare. Rrudhat e moshës duket se sfidohen lehtësisht nga këto heroina të filmit shqiptar, që mbrujtën me delikatesë artin dhe kulturën. Ato janë gdhendur tashmë në kujtesën e gjithë secilit, e të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Të gjithë ne i kujtojmë filmat që ende i rezistojnë kohës. Nuk mund të përmendësh emra, sepse kjo armadë përbëhet nga shumë. Ato s'delgje janë të këputur, po besoj kështu në i gjeldeti, do ta kemi kismet. Nuk vdiqja. Lilo, ngreu të dalim. Ka ardhur gjithë batalioni. Në Madorën. Jo. Në Madorën. Ngreu. Të dua për nuse. Ne nuk kemi të një të smur. Këta janë shok të Ibrahimit, mama. Urdhëroni. Si e? Mirë, zoti Kovaç. Mirësie. Do një ditë do na sjellësh tër qytetin. Aj
Shpeshherë gjithçka na duket se zhduket kur aktivitetet të tilla na kalojnë përpara syve, aq shpejt në të qindën e sekondës, saqë ne kujtohemi se nuk ju përkushtuam aq sa duhet, teksa presin që ditë të tjera të vinë pas kësaj. Dhe për t'ju kthyer sërish Festivalit Ndërkombëtar të Aktrimit Apollon 2009, vlen të përmendet pjesëmarrja e trupave të huaja, pikërisht ajo që pritet të ngjitet ditën e nesërme nga teatri rumun me Lady Capulet, ndërsa do të pasohet me Maqedoninë me pjesën Histori të Pista. Por nuk kishte si të mbete jashtë këtij garimi edhe trupa e teatrit të Vlorës Petro Marko me Ditarin e një të çmenduri, si dhe teatri Babës Kosovë me pjesën Sonte jam vetëm. Të gjitha këto përbëjnë atë që quhet një garë profesionistësh, trajtesë vlerash dhe gjithçka që përçohet më së miri nga këta emra tashmë të njohur, që kanë pushtuar skena dhe kanë krijuar epoka. Ashtu sikur se na bëri të ditur në çelje të këtij festivali drejtori i tij Klajdi Marku, tashmë janë përcaktuar dhe disa nga emrat e anëtarëve të jurisë, ku spikat Ema Andrea, regjizori austriak Chris Papke dhe kritiku Adriatik Kallulli. Çmimet që kjo juri do të akordojë janë Apollonia Art për aktorin dhe aktoren më të mirë në një rol kryesor, si dhe Apollonia Argjend për aktorin dhe aktoren më të mirë në role dytësore. Në edicionin e kaluar të festivalit u cilësuan si aktorët më të mirë protagonist Ylka Mujo dhe Timo Floko në veprën Pamje nga ura të regjizorit Albert Minga, ndërsa Apollonia Argjend u nda mes aktorëve Loredana Gjeçi dhe Sanie Hoti. Gjithsesi, kjo traditë mjaft interesante, duket se nuk mund të thuhet me kaq. Ajo do të vazhdojë, do të jetojë së bashku me spektatorin fjerak, ai që ka ditur të ndjek shfaqjet e trupave teatrore, ai që ka pritur me sukses premierat e filmave, ai që di gjithmonë të përzgjedh me shijen e një spektatori artëdashësi dhe mikpritës i artit dhe kulturës. Qyteti im, shtëpia ime, dialog midis nesh, qytetar, biznesmen, bashki. Vizioni ynë për ta parë Fierin nga kuota të larta qytetërimi. Fieri, qendër urbane me prosperitet ekonomik, hapësira turistike, vlera intelektuale.